Në një atmosferë mjaft të ngrohtë dhe miqësore mes dashamirësisë të librit dhe njerëzve të letrave, u promovua novela më e fundit e autorit dursak Doranina Galliu, i shkruar gjatë muajve të karantinës së imponuar prej virusit COVID-19. Novela Kur vdiqa trajton përmes gjuhës së satirës problematikat e shoqërisë shqiptare. Personazhi i vdekur i autorit Galliu denoncon shumë çka që nuk shkon në këtë tranzicion të gjatë që ka nisur mbi 3 dekada më parë. Personazhi është i vdekur, po që flet për botën e të gjallë, për gjithë problemet që ka Shqipëria, që nga viti 92 deri në vitin 2020. Mendoj se kam sjellë një personazh të ri, i cili i bën një grafi të plot të sistemit, të cilin ne akoma i quajmë në tranzicion që duhet të ishte mbyllur bashkë me vdekjen e personazhit. Ai thot gjëra që në jetën reale të gjithë njerëzit tërhiqen, nuk i thonë, ose i thonë, si thot populli, pas pilafit. Personazhet thot sa të vërteta, të cilat janë pjesë e qytetit tonë, i kritikon dhe duke dhënë një mesazh që jeta duhet jetuar në kohën e durrë. Në mbrëmjen letrare të organizuar nga Biblioteka Publike e Durrës, të pranishmit patën mundësinë të dëgjojnë nga vetë autori mbi procesin krijues dhe mesazhet që mbart novela Kur vdiqa, si dhe të përfshihen në diskutime mbi veprën letrare. Novela Kur vdiqa pritet të pasohet së shpejti nga vepra të tjera letrare në prozë dhe poezi. Kam në punime si për një vëllim e tregime, po të periudhës së pandemisë, edhe një vëllim e poezi që do fillojnë poezi që nga klasa 5 e deri sot duke bërë një seleksionim të madh.